E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush një reagim që në fakt ka bërë jehonën e rrjeteve sociale. Siç duket këtë vit fatkeqësisht brenda kësaj loje që e cila më nuk është lojë, por ka dalë në personale, janë përfshirë edhe familjarët jashtë asaj. Pas të gjitha formave të qëndrimeve kundër drejt mirit, pas të gjitha debateve që kanë ndodhur, pas të gjitha diskutimeve që kanë ndodhur brenda në shtëpi dhe jashtë asaj, konkretisht nga opinionistët, familjarët të mirit janë jashtëzakonisht të prekur shumë se si djali i tyre vehet me shpatulla për muri në atë formë. Ato kanë bërë një reagim publik në Instagramin e mirit duke shprehur dhimbjen e tyre. Në emër të familjes Shahini, ndjejmë detyrimin të reagojmë publikisht të lidhur me mënyrën se si po trajtohet djali ynë Armir Shahini, gjatë pjesëmarrjes së tij në Big Brother VIP Albania. Armiri është i rritur me edukat, punë edhe vlera, dhe ka hyrë në këtë format me dëshirën për të qenë vetvetja dhe për të kontribuar pozitivisht. Loja që ai ka ndërtuar ka nisur me qëllim të mirë, duke respektuar me kujdes persona të përfshirë dhe duke ruajtur një qasje njerëzore dhe korrekte, jo gjithmonë ashtu siç është interpretuar apo transmetuar. Përdorimi i akuzave të rënda dhe etikimet denigruese ndaj tij të përsëritura në studio, media dhe rrjetet sociale kanë kaluar çdo kufi të pranueshëm. Shkelja e identitetit të tij moral dhe profesional nuk mund edhe nuk duhet të shërbejë si sensacion mediatik apo si mjet për të krijuar zhurmë publike në kurisë të dinjitetit të një njeriu. Sa i përket reagimeve të Armirit, ironia ndonjëherë është mënyra më njerëzore për të përballuar me situata që e kalojnë masën. Jo çdo përgjigje është konflikt, disa janë thjesht reflektim i presionit të vazhdueshëm dhe i një klime që çdo ditë vën në provë durimin dhe ekuilibrin e kujto. Sot flasim vetëm për të ruajtur emrin dhe dinjitetin e djalit ton. Kemi besim se në vazhdim situata do të trajtohet me kujdesin e dur dhe se prajmet e ardhshëm do të reflektojnë një qasje të balancuar, të drejtë dhe profesionale. Besojmë se produksioni dhe ekipi përgjegjës, përfshirë edhe Top Channel, do ta menaxhojë këtë situatë me përgjegjësi duke ruajtur integritetin, seriozitetin dhe vlerat e këtij formati. Falenderojmë sinqerisht të gjithë mbështetësit, fansat dhe publikun që kanë kërkuar këtë reagim dhe që vazhdojnë të tregojnë dashuri për mirin e West Side Family-t. Me shumë respekt, familja Shahini. Është ky reagimi i familjes Mirit, të cilët siç duket ndjen të ofenduar ndaj gjuhës që përdoret kundër drejt mirit si nga opinionistët, ashtu edhe nga pjesa e jashtme.